Hani vezë çdo ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njerëzit. Vezët ofrojnë proteinë të cilësisë së lartë dhe konsumi I tyre në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve. Vezët cilësohen gjithashtu nga ekspertët si një përzgjedhje mjaft e mirë për të nisur ditën, duke ditur gjithashtu edhe rëndësinë e madhe të proteinës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Që ato ofrojnë në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore, të cilat përbëjnë gjithashtu shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi I njeriut. Vezët do të ofrojnë të paktën 6 gram proteinë dhe gjysma e saj do të gjendet te e bardha e vezës. Vezët janë të larta në ushqyes të rëndësishëm për organizmin dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve. Një vezë do të ofrojë proteinë cilësore gjithashtu edhe vitamina dhe mineralet të dobishme ku mund të përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët e ndryshëm ushqyes, të cilët I mbajnë qelizat më të shëndetshme. Vezët do të ulen gjithashtu edhe problemet e triglicerideve. Niveli I triglicerideve duhet jetë më I ulët për një shëndet akoma dhe më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin gjithashtu nivelin e triglicerideve. Vezët ulen gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë mund të jenë në një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në uljen e riskut të problemeve që sjell isheminë. Sipas një studimi, njerëzit që konsumojnë vezë janë në 30% më pak të riskuar që të zhvillojnë edhe humbjen e jetës në mënyrë të parakohshme nga pasojat e ishemisë. Vezët janë të mira gjithashtu për shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë të zira rregullisht janë më pak të riskuar që të vuajnë nga këto shqetësime, citojnë ekspertët e Healthline. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme falë një regjimi ushqimor ku përfshihet edhe konsumi I vezëve të zira. Studimet konfirmojnë gjithashtu se njerëzit që konsumojnë vezë çdo ditë janë më pak të riskuar që të vuajnë gjithashtu edhe nga sëmundjet e zemrës. Nëse doni të qëndroni të ngopur për pjesën më të madhe të ditës, shtimi I vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Njerëzit që hanë vezë për mëngjes ndihen më të ngopur për më gjatë. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë vezë në mëngjes janë rreth 130 kalori më pak në dietën e tyre dhe humbasin më lehtë peshën e tepër trupore. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve, dhe konsumi I tyre në moderim dhe në sasinë e rekomanduar ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Antioksidantët që gjendet te veza do të mbrojnë shëndetin e syve, duke parandaluar kështu edhe sëmundje të ndryshme. Antioksidantët në kombinim gjithashtu edhe me barishtet e ndryshme ushqyese I bëjnë mirë edhe shëndetit tuaj të syve duke evituar kështu komplikacionet e tyre. Vezët janë të mira për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin ndërqelizor nervor. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj të trurit. Nëse hani të paktën 2 vezë në ditë, trupi juaj do të marrë të gjitha elementët ushqyes mjaft të rëndësishëm në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Mungesa e kolinës në trupin tuaj mund të çojë në humbjen e kujtesës. Ndaj, shtimi I vezëve të zjera do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të ndërmarrë edhe përfitimet e tyre në shëndet dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e njëpasnjëshme. Sipas ekspertëve të Healthline, veza cilësohet si një mënyrë shumë e mirë ushqyese edhe në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, ajo mund të shtohet vazhdimisht në vaktet tuaja ditore, por ekspertët këshillojnë që të shtoni vezën e zjerë si një përzgjedhje shumë të mirë ushqyese për të nisur ditën dhe për të lehtësuar gjithashtu komplikacionet e saj. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol dhe zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatimin e tyre.
sepse yndyrnat që përdoren në skuqe mund të rrisin gjithashtu kolesterolin. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera është një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë pa u shqetësuar shumë edhe për kolesterolin. Sipas të dhënave të Eating Well, konsumi i vezëve në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Vezët janë të mira për shëndetin dhe yndyrnat që ofrojnë janë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë gjithashtu në uljen e kolesterolit dhe rikuperimin e një shëndeti më të mirë të organizmit. Në këtë mënyrë, vezët do të ndikojnë drejt për së drejti në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni vezët e zjera në vazhdimsi të dietave tuaja. Rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet unike dhe ushqyese për ju dhe për organizmin. Vezët e zjera do të ofrojnë gjithashtu nivele shumë të larta të proteinave, shumë të rëndësishme këto për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline cilësojnë se vezë e zjerë do të ofrojë proteinë të cilësisë së lartë dhe si e tillë nuk duhet të mungojë në vaktet tuaja ditore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin më të mirë të muskujve, por mbi të gjitha, proteinat ndihmojnë gjithashtu organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse kundër mureve të qelizave të dëmshme, duke u siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Përfitimet që do të merrni nga veza janë në ndikim të drejtë për drejtë edhe për shëndetin tuaj të syve. Nga vitaminat më të rëndësishme tek veza mund të përmendim vitaminën A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që i ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Gjithashtu ajo mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për të ofruar gjithashtu kocka të forta dhe më të shëndetshme. Ndaj, konsumi i tyre në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj dhe të merrni gjithashtu në konsiderat përfitimet e saj unike. Shtimi i vezëve është një përzgjedhje shumë e mirë për të forcuar nyjet tuaja. Ekspertët e Healthline e cilësojnë konsumin e vezëve të zjera si një nga alternativat më të çmuara për t'i mbajtur gjithashtu kockat tuaja më të forta, më të shëndetshme dhe të evitoni komplikacionet e njëpasnjëshme të tyre. Kështu vezët do të shndrohen në një përzgjedhje të mirë për shëndetin e fortë dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vezën sipas ullëtimeve një nga mundësitë më të çmuara për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Veza mund të konsiderohet si një mëngjes shumë i shëndetshëm për të nisur ditën. Ndaj edhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës cilësore për organizmin. Ndaj ato ofrojnë vitamina minerale dhe elementë të tjerë ushqyes të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Konsumi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë 1 deri në 2 vezë çdo ditë, pa u shqetësuar shumë për ndikimet e saj në kolesterol. Gjithashtu edhe të vegjëlit mund të konsumojnë 1 vezë çdo ditë, kryesisht në formën e saj të zjerë, për të evituar gjithashtu shtesat e yndyrnave që mund të merrni nga gatimi me vaj. Ekspertët tregojnë se vezët e zjera janë të mira në çdo aspekt të shëndetit. Për sa kohë konsumohen pa e tepruar dhe në sasinë e rekomanduar ditore, vlerat që do të merrni prej saj do të jenë fantastike për ju dhe për shëndetin tuaj. Ndaj përzgjidhini vezët si një ndihmë mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe ndihmoni gjithashtu në rigjenerimin më të mirë të shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.